Mirëmëngjes, në pjesën e tretë do ikim në Itali, sepse një shqiptar ka bërë një shpikje të jashtëzakonshme, një palë këpucë që lidhen me një gisht. Me një gisht. Dhe u ka ardhur në ndihmë të gjitha nënave dhe personave të cilët nuk kanë mundësi. Pyetje, me cilin gisht? Nuk e di, do na e thot Alban Ajdini, po besoj me gishtin tregues. Alban, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mos u shqetëson rreth parë, edhe nëse nuk e gjen fjalën në shqip, të ndihmon kolegu që flet italisht shumë mirë. Prandaj mos ki probleme se si do shpresh. Dakor. Ule pak kamera tani e ngritë dhe të shoh vetëm pjesën e syve. Domethënë, ule pak kamerën. Bukur, edhe pak fare, je në rregull. Tani je në rregull. Tani jemi shumë mirë. Atëherë ka shpikur celularin që ulet kamera me një gisht. Jo. Tani në pamjen e parë këto këpucë janë të thjeshta, por që është një model që shkon me çdo veshje dhe mund t'i vinë në ndihmë çdo kujt nëse ka këtë gjëna, si mund ta themi, ndryshe që jo nuk është ka pamundësinë. Ose është dhe dembel, më nuk do me e mban dorën më në xhep. Por jo, nuk besoj që është një shpikje për dembelët. Por Alban, Pigri. na thuaj pak, ku u inspirove ti për të bërë këtë këpucë? Si të lindi ideja? Po, mirëmjes, kjo këpucë, unë mendova se kur shkojnë kam, jam përqenë të shikoj njerëzit të servoj gjona, e kuptoj që njerëzit kanë vështirësi. Edhe plej që kanë problem të lidhen këpucë, atëre e mendova ta facilitoj la Po, shumë të lehtëson. Po edhe njerëzit me një dorë, për shembull, ka një ombrello, një çantë, një çeni në dorë, etëre janë... Pra, njerëzit që kanë dorën tjetër të zënë, e kanë të zënë dorën me diçka që se lënë dorën. Domethënë, e kanë të zënë me telefon, dhe me tjetrën mund të... Me qërë të shpi, atëre, është facilet të lidhësh këpucë me tjetër gishti, tjetër dorë. Oke, gishti që nga gishti i vogël i dorës, pra dhe ju gishti të tregues, si që mendova unë, se ju kolegë më pyetet me cilin gisht, por që nga vërtet shumë e thjesht dhe shumë e kollajt për ta bërë... Që edhe këpucë shumë të bukura. Shumë të bukura. Të cilat janë dhe sportive, po mund të veshë dhe me kostum. Atëre, Alban, pasi ti e bëre shpikjen, ty të duhet që të marrësh il breveto. E ke marrë patentën? Po e kam, patente kam, atëra të ashti kam nevojë për një firma që ti prodhoj në seri. Po, për ta futur në linjë prodhimi. Në produksioni, po, se është një dizajn që është perfekto për të gjithë këpucët, për palestra, për ndalë, për palestra sport, puna, puna, do ke disa lloje. A ke kontaktuar me fabrika ose me, të themi, punisht të këpucësh për ta mundësuar këtë gjë? Ti vetë ke bërë ndonjë përpjekje? Po, shkura email, një zetë firma italiane, po mendojnë, po valutojnë, do pres përgjigje. Po pres përgjigje. Po besoj për gra do ketë model tjetër, apo do jetë një formë standarde, si për meshkuj, si për femrat? Jo, ajo pastaj dizajni është tjetër. Do prototipo, një zet, një blu, po kjo dizajn nuk është standard, për të gjithë këpucë është mashkut, femra, kalamar, do jetë standarte. Por fillimisht si e krijove, bëre një skic, kishe ndonjë këpucë që thej si ta bëj ndryshe, si e krijove mostrën tënde të parë? Po,
Se isha në kam, në rrugë, më pëlqen të shkoj të ecë në kam, edhe pashke që pleqë kishin difikultat të lidhin këpucë. Atëre, e mendova një gjohë facile, një lastice që me një gisht lidhen e zlidhen këpucë pa problem. Është një idea semplice, e geniale edhe originale, pëse u i bjeme ofici italiane brevetti, ma ka lishu licenza për prodhum. Kam monopolio, si thuhet, licenza për fabrikare të këpucë dhe e kam licenza. Okej, ke menduar të vendosësh një çmim sa do të kushtojnë këto këpucë? A janë këpucë të lira që mund të blihen nga kushdo? Të firma të vendosin prodhime, mendoj 25 euro, 30 euro, 30 euro. I arsyeshëm. Po, dhe ti merr një përqindje ose ke një kontratë në bazë të shitjeve, apo... Shiko, po, ti mendon që kjo zgjidhja jote është më e lirshme se sa ajo me ngjitse, do të thënë është më e thjeshtë se sa ato ose ato këpucët që nuk kanë fare ngjitse janë që futen direkt, pra mendon që është më e lehtë akoma me shpikën tënde? Po, se ajo këpuca pa dorë, ajo nuk është mirë të bosh puna, se nuk është trëngon. Nuk është trëngon? Nuk është trëngon, pra shkon si pas formës së këmbës. Është komodë, por nuk është utile. Por puna nuk është homologuar, por bosh sport, jo, se apet, këpuca apet, nuk është mirë me... Do me thënë, ti mendon që edhe për sportistët, për këpucët për shembull, ne kemi një futbollist që ka nevojë për këto. Kush? Leao, i Milanit nuk para ulet të lidhë këpucët, është Dembel. Ai mundet që ti përdori. Po, unë mendoj është perfekt edhe për sport. Fantastike. Se lastice nuk prishet, e shtrëngon fort. Ka di misura e kuptoj. Alban, ti jeton në Bari, apo jo? Taranto. Dhe cili është profesioni joti vërtet? Me çfarë jeton? Una nga 5 vjet jam shofer kamion autobus. Shkoj vërdat të gjithë Italia me kamion e madh. Edhe kur jenë kamion që jep makinë, me siguri aty të vinë idet për shpike. Po. Se është duke përgatitur një shpike 3. Alban, po, na bëri kureshtar shpikja jote për të fikur zjarret, që nuk do ketë as ujë dhe as atë shkumën që jemi mësuar të shohim për të fikur zjarre. Çfarë lëndë do ketë brenda kjo bombull? Dhe si do jetë e krijuar? Të fikën zjarri, njerëzit përdorin ujti o anidrid o shkuma. Po, unë mendoj një motor që e anë zjarri, atëre e lishon ambienti makinën, se ta udhis ujti o shkuma o tjetër sostancë kimike, bëjt shumë tim, bëjt reacione kimike, e njerëzit nuk respiron, vdes. Mos je duke më thënë që je duke shpikur diçka që të thith oksigenin që ushqen zjarrin? Kjo e sërita mangia fuoco, e anë zjarrin. Po pra, do më thënë e thith oksigenin, do më e kuptova. E që zjarrin nga ambjenti, nga shpia, nga makina. Interesante është, do më thënë, bën procesin e kundërt, nuk lëshon, po thith. Por e thith, interesante. është një prototip, nuk është një ideja.
është paka shumë si martesa, që ta thith atë oksigenin. Por, është një prototipë që punon që funksiona. Aha, kemi dhe një shpike tjetër, është si një vinç, që mund të shërbej për kamionet apo autobusa që ngecin në rrugë. Tip karotreci. Si karotres do jetë kjo? Apo në një vegël tjetër? Jo, është si një kriko, si një piston që i ngret mrapa, e pastaj kesh një cingolo elektriku që lëvizet majta djasta, e sposton mrapa në kamioni, vendos drejt të karregjatat e rruga, e kamioni nuk i blokojt, zblokojt nga kruzimi, për shembull. Fantastike që e sposton. Një rrugë vogël, një rrugë straight, zblokojt. Dhe lëvizet mrapa. Shumë bukur. Ne shpresojmë shumë të patentohen të gjitha shpike që t'i bën. Fantastike. Edhe, se jo, t'i përdorim edhe ne këtej. Po pra. Turojmë gjithë mirat Albana, u bë shumë qefi që folëm bashkë. Mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit shumë. Shumë suksese. Grazie mille. A te. Suksese. Mirupafshim. Grazie ragazzi. Ciao. Koleg, edhe fëmijët e mi kanë bërë një shpike, po tash tiftojmë një ditë, kur i blejnë atletet, ata i lidhin vetëm ditën e parë kur i blejnë, dhe pastaj nuk i zinë më, i veshin, i shkelin, i veshin, kështu do. Kjo është shpike, mund ta patentojmë? Jo, nuk e patenton dot. Nuk besoj, koleg, nuk besoj sepse ndodh gjithandej, do të thënë. Ja, dhe tu. Ta se ishin original të atë mitë, se dhe nuk po në arritën këta, betën. Ja, si ka mësi. Nuk e di. Pas pak do gatuajmë kadaif me qumë është të kondensuar. Ekmek, pra. Problemi është se në foto kishin vetëm kadaifin. Qumshin? Në mendje. Jo në mendje, po e kemi hequr sepse edhe kolesteroli e kështu gjë. Qumshi kondensuar është ai famshëm. Qumshi kondensuar s'është më si më parë. Jo, ka ndryshuar shija, më përpara hani me lugë, lynin bukën me të. Para ka qenë domethënë unë e merrja dhe e përdorja edhe kështu për të lyer bukën. Ka pasur një legjendë urbane në vitet 90, shoku im i ngushtë thoshte që është afrodiziak. Kemi pësuar gjëne. Prandaj ato mësueset e mia, zyshat e. O, golek. Urdo. Kadaif pas pak. Zakonisht me personin e fizkulturës.